sot bën 64 vjet nga lindja e legjendës futbollit Fira Kuti Majaci dhe në çdo vit ne organizojmë Kupën Kuti Majaci. Federata Shqiptare e Futbollit dhe Zyra Rajonale e Futbollit Fier merr pjesë duke evidentuar figurat më të mira të futbollit shqiptar dhe duke i promovuar për brezat e rinj. Dje ne ishim në Lushje, bëm Kupën Altin Çuko bashkë me Bashkinë Lushje, me Federatën me Zyrën, një figurë po e futbollit që është ndarë nga jeta një vit më parë dhe kjo është një suport që shoqata, federata jep për të promovuar figurat e futbollit. Atëherë për të rinjt, për fëmijët që kanë dëshirë të merren me futboll. Ne prandaj organizojmë këto që brezat e rinj të mësojnë për këto figurat të lavdishme edhe të suksesshme të futbollit firak. Atëherë sa ekipe ka Apollonia në akademinë e saj dhe sa ekipe futbolli ka që janë jashtë Apollonisë? Apollonia ka ekipe e saj, kurse akademia në futbollin e Fierit janë disa, janë mbi 20 akademi që operojnë në shoqatën rajonale të Fierit. Po atëherë sa fëmijë janë gjithsej që merren me futboll? Me futbollin në shoqatën rajonale janë afërsisht 2000 ca fëmijë, vajzat e djem. Pra të organizuar në ekipe? Në ekipe, po. Kemi kampionate? Kampionate të rregulla djem vajza. Po si funksionon kampionati? Atëherë bëhen ndeshjet eliminatore dhe pastaj kemi një ekip kampion të... Ndeshjet organizohet me short, sipas moshave. Janë të ndara. Moshat, U6, U7, U8, U9, 11, 12, 13 që organizohen. Dhe bëhen në bazë të shoqatës, duke parë dhe afërsinë që mos ketë sa më pak lëvizje të kufizuara që më organizohet dhe fituesit e këtyre dalin dhe bëjmë play-offin për të nxjerrë ekipi fitues. Po, në rang kombëtar. Bëhet në fillim në rang shoqate. Shoqata rajonale janë. Federata ka 8 shoqata rajonale. Një nga ato është edhe shoqata e Fierit, që përmban Lushjen, Bashkinë Lushje, Bashkinë Divjak, Mallakastër, Roskovec, Berat, Kuçov, Vlorë, Orikum, domethënë është një shoqatë domethënë që ka goxha ekipe. Për kujtuar në këtë ditë të madhe Kupën Kuti Majaci, çfarë mesazhi keni për fëmijët e të rinj që duan të merren me sport? Mesazhi im rreth parë është për futbollin firak, që duhet urgjentisht të ngrihet në nivelet ku e meriton për të jetë. Dhe në bazë të këtyre figurave që promovojnë, brezat e rinj duhet të mësojnë se çfarë historie ka ky klub. Është një klub që ka një histori shumë të mirë. Ka patur futbollistë shumë të talentuar, një ndër tyre është Kuti Majaci. Prandaj qëllimi i këtyre është që fëmijët të mësojnë të bëhen futbollistë të denj për këtë klub.